e ti Lumir Abdigjiko. Ky funksion, kjo karrige nuk më përkes se përjetësisht. Ishte një besim i dhënë përkohësisht nga ju, një përgjegjësi që duhet mbajtur me nder dhe një ditë sërish do t'i kthehet kësaj shtëpie. Gjatë këtyre 5 viteve kjo detyrë është bërë pjesë e jetës time. Kam jetuar me barrën e saj, kam përjetuar gëzimin e çdo suksesi të LDK-s dhe peshën e çdo humbjeje të saj. Ka pasur ditë kur kjo shtëpi më ka dhënë krenarinë më të madhe. Ka pasur edhe ditë kur më ka rënduar edhe më shumë se ç'mund të bartë një njeri e ç'mund ta kem treguar ndonjëherë. Nuk kam qenë as i përkryer e as i pagabushëm, kam marrë vendime që mund të kisha marrë ndryshe, kam marrë vendime që s'doj të merrja ndryshe. Mund të kem bërë krenar e mund të kem lënduar pa ndonjë dashje, por një gjë mund t'ju a them me ndërgjegje të plotë se asnjë vendim, asnjë veprim dhe asnjë sjellje nuk e ka marrë duke menduar për veten para lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo shtëpi politike ka qenë familja ime, si pres i saj ka mbrojtur familjen time. Me çdo çmim, me çdo kusht, në aftësinë e dijen më të mirë timen. Dhe këtë rrugë nuk e kam bërë vetëm, e kam bërë bashkë me ju, e kam bërë edhe me disa prej atyre që sot e kanë kërkuar këtë kuvend. Kemi punuar bashkë, kemi besuar te njëri tjetri dhe kemi mbajtur së bashku përgjegjësinë për lidhjen demokratike. Sot mund kemi dallime të thella, por ato nuk mund të fshinë rrugën që kemi bërë së bashku. Nuk mund dhe nuk duhet të na bëjnë të huaj. Pikërisht për këtë, kjo ditë nuk është e lehtë për mua, jo për shkak të karrikës, karrikat merren, mbahen dhe një ditë lihen, por sepse është e rëndë të qëndrosh përballë njerëzve me të cilët ke ecur gjatë dhe të kuptosh se sot nuk na ka mbledhur ajo që duhem të ndërtojmë bashkarisht, po kërkesa për të rrëzuar njërin prej nesh. Përpara se të jemi kundërshtar në këtë çështje, kemi qenë dhe jemi bashkëpunëtor. Përpara se të ndahemi rreth një emri, kemi qëndruar bashkë rreth një ideje dhe pasi kjo ditë kaloi, ajo ide duhet të mbetet është lidhja demokratike e Kosovës. Dhe pikërisht për këtë, sot do t'ju flas hapur, jo vetëm si kryetari juaj, por si njëri prej jush, si njëri që ka dashur këtë shtëpi para se të udhëheqte atë, dhe do ta doj pa kusht, edhe kur të mos udhëheq më. Prandaj më lejoni të flas nga zemra, siç do t'i flisja familjes sime. Sot jemi mbledhur në kuvend të jashtëzakonshëm të lidhjes demokratike të Kosovës, të dytin këtë vit, të katërtin në 5 vitet të mandatit tim, të thirrur me kërkesën e së paku 1/3 së delegatëve të kuvendit tonë. Këtë kuvend nuk e kam thirrur, ky kuvend më është thirrur. Dhe thirrja e kuvendit nga